Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju tani që nëse keni zgjedhur tashmë një letër që I kam shënuar me, apo filloj me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke zgjedhur apo do zgjedhësh tani. Ky mesazh është për ju. Mos mendo shumë, zgjidh atë që tërheq më fort. Numrat 1 deri në 8. Do ja pak kohë para se të filloj, do jetë vetëm një video, do të 8 letrat do lexohen në një video, nuk dua të ndaj. Përdorni kohën e juaj dhe të zgjedhni atë që ju tërheq më së shumti pra. Do filloj me letrën numër 1. Është 3 të shkopive. Kjo letër flet për zgjerim. Ta them kështu, pas një vendimi që tashmë është marrë, nuk je më në fazën a duhet apo s'duhet. Je në fazën e kam nisur tani dhe po pres rezultatet. Ju që keni zgjedhur numër 1, ka një vërtetësi të fortë këtu. Që të shpreh që rezultati nuk do vi me njëherë, apo nuk vjen, është e pamundur. Në jetën praktike ke hedhur hapjen e parë të saktë, ta them kështu. Ke investuar kohë, energji ose guxim. Tani je duke pritur sinjalet e para. Shikoni, jeni duke pritur. Të shikoni një ableti. Kjo letër thot mos u kthe pas nga padurimi, nuk po vjen, nuk po bëhet, nuk po dhe të ktheheni pas. Nëse ka të bëj me punë dhe para, kjo letër thot projekte që lidhen me bashkëpunime, tregtëri, ide që dalin jashtë rutinës, nuk është fitore e shpejtë, por rritje graduale. Rezultatet vinë nëse nuk ndron mendje çdo javë, nuk I shpërndan energjit në shumë drejtime. Fokusohu në një drejtim dhe ndiqe deri në fund. Në marrëdhënie dashuri, marrëdhënie që po ndërtohen ngadalë. Ende nuk është e qartë ku po shkon kjo lidhje, por kërkohet durim plus qartësi pa asnjë presion. Nëse po e shtyn tjetrin për përgjigje të menjëhershme, po e saboton vetë lidhjen apo vetë procesin. Kjo letër shpesh del kur njeriu ka dal nga një fazë e vështirë, por ende nuk e sheh shpërblimin. Është e ndjesia e di që jam në drejtimin e duhur, por s'po shihet ende ai rezultate. Dhe përgjigjja e kësaj letrës është je në mes të rrugës, jo në fund. Pra, mos u kthe pas, mos u shpërqendro, mos e krahaso veten me të tjerët, jepi kohë asaj që ke nisur. Mos ndrysho planin vetëm sepse nuk po shikon rezultate ende. Ke bërë zgjedhjen e duhur, numër 1. Tani duhet durim, fokus dhe besimi te veprimi yt, jo te fjalët e të tjerëve. Absolutisht, por fokus në atë çfarë ke nisur. Letra numër 2, të shohim, është 7 të kupës. Kjo letër të dashur del kur, ta them, kur je I rrethuar me shumë opsione, shikoni kupat pas vetes së juaj, por asnjëri nuk është I qartë. Asnjëri nuk është I qartë. Tani, jo sepse nuk ka mundësi, se po shikoj mundësit pasën, shikoni ku I keni këtu, por sepse
ka tepër informacione, ide, premtime, mendime kështu me radhë. Problemi pra nuk është mungesa, problemi është konfuzioni. Të dashur gjithë ju që keni zgjedhur grupin numër 2. Në jetën e përditshme mund të pasqyron kjo letër që je duke menduar shumë, po ndryshon mendje shpesh, po tërhiqesh nga gjërat që duken bukur por nuk janë të testuara, Jo çdo gjë që shkëlqen është zgjidhje, sepse në gjitha këto kupa ka diçka të veçantë, por jo ndoshta të duhura për ju të gjitha. Nëse ka të bëjë në punë dhe para, ekonomi, kështu me radhë, mundësi që duken premtuese, por nuk janë të qarta, nuk kanë strukturë, nuk e di ku të çojnë realisht. Pra duhet të keni kujdes nga shumë premtime pa prova, ide të bukura pa plan. Njerëz që flasin shumë por s'kanë rezultate, që nuk kanë dhënë rezultate. Zgjidh atë, ju që keni zgjedhur grupin numër 3, zgjidh atë që ka hapa të qartë, jo atë që të emocionon më shumë. Nëse ka të bëjë në dashuri, kjo letër për ju, dikush mund të dërgojë apo është duke të dërguar sinjale të përzira, nuk e di çfarë do të thotë. Ose ti vetë nuk je e qartë çfarë do. Kjo letër shpesh tregon iluzione, pritshmëri jo reale, idealizim të tepruar. Nëse s'ka veprime të qarta, mos i jep shumë pesh fjalëve. 7 kupës del kur mendja është më aktive se realiteti. Po jeton më shumë në po sikur, se sa në çfarë po bëj tani. Kjo lodh sepse asgjë nuk konsolidohet. Hiq dorë nga opsionet që s'kan prova, apo dhe dëshmi. Mos merr vendime të rëndësishme në gjendje emocionale. Pyet veten cila nga këto reale është reale sot, jo në teori, të dashur grupi numër 2. Pra, mos u mashtron nga idetë e bukura pa bazë, mos e mbush mendjen me shumë skenar. Kjo letër thot ka shumë zgjedhje, por jo të gjitha janë të vërteta. Qartësia vjen kur zgjedh realitetin dhe jo fantazin. Do thot gjë që mund t'i prekësh dhe t'i shohësh. Të dashur të gjithë ju që keni zgjedhur grupin numër, më duket sikur s'po dëgjoj, të afroj pak këtë mikrofonin, ashtu. Grupi numër 3 është temperance, që ndryshe nivet si qëndrueshmëria. Temperance apo qëndrueshmëria del kur gjërat nuk kërkojnë as shtyrje, as ndalim, por rregullim. Tani ta kuptoni çfarë rregullimi. Letra numër 3. Nuk je gabim, nuk je vonë, thjesht po e tepron në një anë. Kjo letër nuk flet për ndryshime të mëdha, flet për balancë të përditshme. Ke hyrë në një ritëm që ose shumë të lodh, ose po të mban pezull. Po përpiqesh shumë në një drejtim, ndërsa në pjesën tjetër po lihet pasdore. Kjo e gjitha do thot balancë të dashur. Balancë, diçka je duke e tepruar. Dhe kjo letër thot, rregullo dozën, jo drejtimin. Je në drejtimin e duhur, je në rrugën e duhur, po bën atë që duhet të bërë, por je duke e tepruar në diçka. Nëse ka të bëj kjo letër për ju, për punë, para, ekonomi, nuk është koha për rreziqe të mëdha, vendime ekstreme, është koha për organizim, menaxhim më të zgjuar, ritëm të qëndrueshëm. Mos u shpërnda në shumë gjëra,
bëj më mirë ato që tashmë i ke nisur. Nëse kjo letër për ju të dashur grupi numër 3 apo letra numër 3 ka të bëj në dashuri apo ju intereson, marrëdhëniet që funksionojnë vetëm nëse ka durim, ka kompromis, nuk ka dramatizim. Pra, nëse po reagon shumë fort ndaj gjëratve të vogla për shembull, kjo letër të thot ndalo pak. Temprën del shpesh kur trupi, mendja ose rutina janë jashtë ekuilibrit. Ka nevojë për ndoshta gjumë më të rregullt, ushqim më të mirë ose ritëm më njerëzor. Nuk është krizë, por është sinjal për rregullim. Ul intensitetin, jo standardet. Mos i bëj gjërat me nxëtim. Gjej mesataren mes shumë dhe pak. Mos e tepro dhe mos neglizho. Uroj që të më kuptoni çfarë po mendoj. Në diçka jeni duke tepruar, pra kjo letër është në fakt kogja pozitive që ju paralajmëron që gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, por vetëm nëse ruan ekuilibrin dhe nuk e tepron. Ju që keni zgjedhur numrin 3 apo letrën 3. Do vazhdojmë me të shohim numër 4, që është asi i shpatës, është letër shumë e bukur. Kjo është një letër, ta them kështu, që nuk pret, është zjarr, është e shpejt. Nëse heziton, energjia ikën. Një ide që të ndez, një shtys për të vepruar ndryshe, një dëshirë që nuk të lë rehat. Kjo nuk është artësi, është sinjal për nisje, jo për analiza e mendime. Nëse kjo letër për ju ka të bëj për punë, para, ju thot që po vjen një mundësi e re, një projekt i ri, ose një mënyrë e re për të bërë diçka që ke bërë gjithmonë. Mos e shty fillimin duke pritur kushte perfekte, ta them kështu. Fillimi krijon kushtet, jo anasjelltas. Nëse kjo letër për ju ka të bëj me dashuri, në marrëdhënie në përgjithësi, energji e freskët, risi, dëshirë për të provuar ndryshe, por nëse nuk provon, apo nëse nuk vepron, mbetet vetëm impuls dhe shuhet, ju që keni zgjedhur numrin 3. Asi i shpatës del kur ka energji të papërdorur, ka motivim që kërkon dalje. Nëse nuk e kanalizon, bëhesh sikur nervoze, shpërqendrohesh, ndihesh e bllokuar pa arsye. Fillo sot, qoftë edhe me një hap të vogël, vepro para se të humbasësh motivimin. Mos e kërko aprovimin e të tjerëve, mos e shty, mos e mbyt iden me frikë apo me hezitim. Asi i shkopive thot, kjo është shkëndija. Nëse e përdor, ndez diçka të madhe. Nëse jo, shuhet. Pra, se thash është shënjë zjarrit. O shuhet, o ec para si rufe. Fillojmë me pesta ishte po. Është 6 të shpatës, është një letër në fakt që më pëlqen. Shikoni dallimin, këtu që ty ta kuptoni për çfarë bëhet fjalë. Këtu ka dallgë, dhe këtu ku jeni duke ikur është komplet ujë i qetë, deti apo oqeani, çfarë do që të jetë, është i qeta. 6 të shpatës flet për largim nga diçka që të ka lodhur, mërzitur, harxuar e kështu me radhë. Jo sepse gjithçka u zgjidh dhe ka mbaruar,
por sepse nuk mund të vazhdosh më aty ku je. Ky letër nuk është fitore, por është fillim, është vendosje për të mbjetuar dhe për të qetësuar, siç thash, nga këto dallgë në ujëra më të qeta. Po lë pas stres, konflikt, situata që s'të sjellin më asgjë, po shkon drejt diçkaje më të qetë, edhe nëse nuk është perfekte, nuk është e qartë ende, është zgjedhje për paqe, jo drama. Nëse kjo letër të dashur ju që keni zgjedhur numrin 5 ka të bëjë për punë, është ndryshim ambienti, mënyrë pune ose mendësie po del për ju. Largim nga një situatë që ju ka shterruar, kalim drejt diçkaje më të qëndrueshme. Do thot, mos prit që gjithçka të rregullohet para se të lëvizësh, të dashur. Lëvizja është ajo që rregullon gjërat. Nëse ka të bëjë në dashuri apo marrëdhënie në përgjithësi, distancim emocional, vendosje kufish, ose largim i qetë pa skena, pa drama. Ky letër tregon pjekuri në fakt, e di kur është koha të largohesh, jo të luftosh. 6 shpatës del zakonisht kur je lodhur mendërisht, ke nevojë për hapësirë, kërkon qetësi, jo zhurmë. Nëse je duke ikur, do ta quaja je duke shpëtuar. Prano që kjo fazë po mbyllet, mos u kthe pas për arsye personale. Jepi vetes kohë për të qetësuar. Mos e romantizo të shkuarën. Mos u ndje fajtore për largimin. 6 shpatës e thot që po largohesh nga kaosi, edhe nëse rruga është e heshtur, është e duhura. Ju që keni zgjedhur numrin 5. Të shohim numrin 6. 6 kemi të dashuruarit. Apo the lovers. Të dashur, kjo nuk është thjesht dashuri, kjo nuk letra edhe pse duket e tillë dhe emrin e kanë vënë të tillë, nuk ka të bëj asgjë me dashuri. Është zgjedhje. Siç keni zgjedhur ju letrat e juaja, është zgjedhje. Zgjedhje që ka pasoja dhe kërkon përgjegjësi. Kjo letër del kur nuk mjafton si ndiheni, por duhet të pyesin veten çfarë duhet të zgjedhni për më tutje. Nuk jeni rahat në atë çfarë po përjetoni. Je përballë ndoshta një vendimi që prek vlerat e tua, prek drejtimin tënd, nuk ka opsion neutral apo alternativë zgjedhje. Çfarë do të zgjedh diçka tjetër po lë pas. Kjo letër nuk lejon shmangje. Nëse kjo letër për ju të dashur që keni zgjedhur ka të bëjmë në marrëdhënie, ta them, dhe dashuri dhe marrëdhënie shoqërore kështu me radhë, lidhja apo miqësia kërkon sinqeritet, barazi dhe vendim të qartë. Nuk është koha për gjysmë hapa, lojra, apo të shohim. Nëse nuk ka zgjedhje të qartë, lidhja mbetet pezull dhe nuk ecën para. Nëse ka të bëjë në punë, para e kështu, përgjithësi, ju tregon që apo mund të tregoj 2 drejtime, 2 oferta, 2 mënyra jetese. Zgjidh atë që përputhet me vlerat e tua afatgjate, jo me rehati momentale. Të dashuruarit del kur po përplasen mendja dhe zemra, e di çfarë është e drejtë, por heziton ta pranosh. Kjo letër thotë nuk e nevojë për më shumë shenja, ke nevojë për më shumë guxim që të merrni vendimin e duhur. Kjo zgjedhje apo bëj zgjedhje të qarta, thuaj po ose jo, jo ndoshta. Qëndro besnik ndaj vetes suaj. Mos e shtyp pra vendimin, mos e zgjedh vetëm për të kënaqur të tjerët apo për të shuar një zjarr tani momental sa për të mbjetuar.
The Lovers apo Të dashuruarit thot, nuk është më pyetja kush e do kë, nëse ka të bëj të zgjedhësh dy persona, dy puna, dy alternativa, dy rrugë, dy zgjedhje. Është pyetja çfarë zgjedh dhe pse. Dhe gjithë ata që kanë zgjedhur numrin 7, të shohim. 7 është karma. Numri 20, që thotë, kjo letër del, në fakt, kur një fazë po mbyllet kogja me zhurmë, do të thosha, jo në heshtje, diçka nga e kaluara kthehet për të përballur, jo për të rregulluar, për të bërë bukur, nuk është në dëshkim. Të dashur, ju që keni zgjedhur numrin 7, është pasojë ndërgjegjësim. Del një e vërtetë. Karma është kjo. Zbulojnë gjërat që janë shtyrë. Merr përgjigje për pyetjet që i ke shmangur. Kjo letër thot, nuk mund ta injorosh më këtë temë, këtë situatë, këtë gjë. Nëse ka të bëjë në punë ose paratë, dashur, vendime të kaluara që japin rezultate, ose shpërblim, ose korrigjim. Gabimet dalin në pah, në fakt. Mundësi për të rregulluar gjërat, por vetëm nëse pranon përgjegjësinë. Karma është e tillë. Mos u mbro, mos u justifiko, prano dhe vepro. E dim të gjithë të dashur që dhe gabojmë dhe të kundërt, thot jemi të drejtë dhe të shtrëmbur të qërës, apo gabojmë. Por e mira dhe e bukura që të përmisojmë ato dhe ta pranojmë pa justifikime, pa u mbrojtur e kështu me radhë. Nëse ka të bëjë në marrëdhënie, rikthimi i një personi ose teme të vjetër, kjo thot, bisedë që nuk është bërë si duhet, nuk i keni thënë gjërat atë që çfarë keni ndjerë, janë shmangur. Moment ku duhet të thuhet e vërteta, edhe nëse nuk pëlqejet. Kjo letër nuk mban sekrete. Karma del kur je gati të rritësh, por rritja kërkon përgjegjësi për zgjedhjet e tua. Këtu nuk je viktim, ju që keni zgjedhur numër 7, je pjesë aktive e asaj që po ndodh. Prano të vërtetën pa u justifikuar, pra mbyll çfarë ka mbetur pezull, merr vendime të pastra. Ajo që ke bërë po kthehet, jo për të rrëzuar, por për të zgjuar. Dhe në fakt mësuar, ju që keni zgjedhur numrin 7. Dhe si letër e fundit të gjithë ju që keni zgjedhur numrin 8, është 4 të shpatës. 4 të shpatës. Del kur trupi dhe mendja thonë mjaft. Kjo nuk ka të bëjë me dobësi, por ke shtyr veten më shumë se sa duhet, në fakt në limitet e juaja. Kjo letër nuk është dorëzim, por është një pauzë, pushim, reflektim i domosdoshëm. Shikoni, është një grua që po mbahet për muri, mezi po ecën, mezi po qëndron për të arritur diku. Je lodhur mendërisht, ke marrë shumë vendime rresht, ke qenë në tension për një kohë të gjatë. Kjo letër thot, nëse nuk ndalesh tani, trupi ose mendja do të ndalin vetë, dhe askush nuk do këtë, apo jo. Nëse kjo letër ka të bëjë me ju, për punë parash, ekonomisë, kështu me radhë, jo vendime të reja, tani, jo presion, jo nxitim, me distancë,
qoftë të shkurtër, pushim, ditë pa angazhime, më pa komunikim. Qartësia do vi pas pushimit, jo para tij. Nëse kjo ka të bëjë në marrëdhënie, dashuri, shoqërore, të ndryshme, marrëdhënie, mes jush dhe personit ka nevojë për hapësirë. Distancim ndoshta i përkohshëm për të mos u përkeqësuar situata. Kjo letër nuk thot ik, thot ndalo dhe qetëso para se të flasësh. Mundoni të lexoni dhe mes rreshtave çfarë po ju jep, çfarë mesazhi po ju jep. Katër të shpatës del gjithmonë kur ke dhënë shumë, ke menduar shumë, ke mbajtur brenda shumë gjëra. Nuk ke nevojë për përgjigje tani. Ke nevojë thjesht të tërhiqesh dhe për qetësi. Tani mund të them fli më shumë, shkëputu nga zhurma, mos merr vendime të rëndësishme sot apo në shpejtësi, mos e shty veten, mos u ndje fajtor për pushimin që po bën, e kështu me radhë. Tani në këtë letër apo kërkesa nga kjo letër nga ju është që pushimi nuk është humbje kohe, është rikuperim që të shpëton nga gabimet. Kur jemi të lodhur, të tensionuar dhe bëjmë gabime apo jo. Të dashur ju që i ndoqët apo i përcjellët këto letra nga 1 deri 8, uroj që keni marrë mesazhin e duhur.